Pas fitores ndaj Tiranës një javë më parë në Vlorë, ekipi flamurtar në basketbol për femra fiton edhe ndaj një tjetër rivali kryesor në luftën për titull kampion. Ekipi vlonjat ka fituar të premten pasdite ndaj ekipit të Partizanit, takimi i cili është luajtur në kryeqytet në shifrat 70-61. Një ndeshje e cila ka qenë me emocione dhe rivalitet të fortë deri në përfundim të pjesës së parë, ndërsa më pas ekipi flamurtarit ka marrë kryesimin e ndeshjes duke dominuar në parket dhe duke marrë kështu edhe fitoren e tretë radhazi në kampionatin kombëtar të basketbollit për femra. Ndeshja ka nisur mjaft e fortë me të dyja ekipet që nuk lëshonin në parket, teksa 10 minutat e para janë mbyllur në shifrat e barabarta 17-17. Rivaliteti ka vijuar edhe në 10 minutat e dyta përpara përfundimit të pjesës së parë, aty ku ekipi i Partizanit ka shënuar 17 pikë ndërsa flamurtari 15, teksa pjesa e parë mbyllet në shifra 34-32 për ekipin e Partizanit. Megjithatë, pas pushimit është ekipi i flamurtarit që dominon totalisht në parket, duke zhvilluar një periudhë të tretë fantastike dhe duke shënuar plot 21 pikë kundrejt vetëm 12 të Partizanit dhe duke marrë kështu kryesimin. Në periudhën e 4, rivaliteti ka qenë sërish në parket, e megjithatë flamurtari ka arritur të shënojë 17 pikë kundrejt 15 të Partizanit, duke mbyllur kështu krejt ndeshjen në shifrat 70-61 dhe duke treguar qartë synimin që ka këtë vit për të marrë sërish titullin kampion. Ekipi i flamurtarit ka fituar kështu ndaj të dyja ekipeve rivale për titull, si ndaj Tiranës ashtu edhe ndaj Partizanit, ndërsa janë luajtur vetëm 3 javë kampionat, duke qëndruar tashmë i vetëm në krye me 3 fitore dhe mbi të gjitha fitore të cilat kanë mjaft vlerë, duke patur në konsiderat faktin që ka fituar ndaj ekipeve që do të rivalizojnë me flamurtarin për të marrë titullin kampion në kampionatin kombëtar të basketbollit për femra.